Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Rumanisë ka vendosur që të ndalojë pjesëmarrjen e kandidatit prorus të ekstremit të djathtë Kalin Gjeorgescu në zgjedhjet e reja presidenciale që mbahen në muajin maj, çka çoi në përplasje mes mbështetësve të tij dhe forcave të zbatimit të ligjit. Vitin e shkuar gjykata kushtetuese e vendit anuloi raundin e parë të presidencialeve që u mbajt në muajin nëntor, dhe ku Gjeorgescu doli i pari pasi informacionet të inteligjencës nxorrën në pa faktin se Rusia ishte përfshirë në mbështetjen e kandidaturës së tij përmes një fushate në rrjetin TikTok. Komisioni i Zgjedhjeve refuzoi të dielën kandidaturën e Gjeorgescu duke theksuar se nuk përmbushte kushtet e ligjshmërisë, pasi ai kishte shkelur detyrimin për mbrojtjen e demokracisë. Këtë vendim Gjeorgescu e cilësoi si goditje të drejtë për drejtë dhënë demokracisë, ndërkohë që mund të apelojë vendimin në kushtetuese. Forcat e policisë përdorën gazlotësjedhës për të shpërndarë mbështetësit e tij pasi këta të fundit u përplasën me oficerët jashtë zyrave të Komisionit të Zgjedhjeve në kryeqytetin Bukuresht të vendit. Gjeorgescu u arrestuar në datën 26 shkurt ndërsa po shkonte të regjistrojë si kandidat për presidencialet e reja, dhe ndaj tij u ngrit akuza e tentativës për rrëzimin e rendit kushtetues si dhe ajo e antarësisë në një organizatë neofashiste të cilat i hodhi poshtë. 62 vjeçari nuk ishte i njohur në skenën politike kur doli i pari në votimet e mbajtura në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, rezultatet e të cilave u anuluan vetëm pak ditë para mbajtjes së raundit të dytë. Një nga premtimet që i rritën popularitetin ishte rikthimi i dinjitetit të vendit dhe dhënia fund në nështrimit ndaj organizatave ndërkombëtare, pjesë të cilave është Rumania, përfshi NATO-n dhe BE-n. Para anulimit të zgjedhjeve u shpreh se do t'i jepte fund mbështetjes për Ukrainën, por Gjeorgescu ndërkohë ka marrë një farë mbështetje nga administrata e re amerikane. Muajin e shkuar, zëvendës presidenti J.D. Vance akuzoi Rumaninë se kishte anuluar zgjedhjet vetëm mbi bazën e disa dyshimeve të pambështetura të inteligjencës së vendit dhe presionit nga vendet fqinj. Ministri i jashtëm rumun ndërkohë akuzoi miliarderin amerikan Elon Musk për ndërhyrje në zgjedhjet rumune, pasi Musk postoi disa mesazhe në mbështetje të Gjeorgescut.